Shqipëria shënon një moment historik në sektorin veterinar me hapjen zyrtare të Vet Hospital Tirana, spitali të parë dhe më të madh për kafshët në vend, që vendos standarde të reja në të gjithë rajonin e Ballkanit. Emre Aslan, Erko Prifti, Martin Aslani dhe Marvin Braja janë 4 mjekët veterinar, të cilët bën ëndrrën e tyre realitet nëpërmjet këtij projekti vizionar. Ata kanë punuar si partner për më shumë se 9 vite, me synimin që një ditë do të ndërtoni spitalin më të madh për kafshët shtëpiake në rajon. Tani që ëndra e tyre u bë realitet, ata shprehen se ky është vetëm fillimi i një epoke të re në kujdesin e kafshëve. Atëherë, hapja e spitalit, neve kemi filluar ndërtimin para 3 vitesh, domethënë gjithçka ka nisë nga fillimi, është që në arkitekturë, që në fillim në inxhinieri është spital veterinar, që do të thotë të gjithë materialet që janë përdorur këtu janë të gjitha safe edhe të gjitha të përshtatshme për qenë dhe për macet. Sfidat janë shumëta, sidomos është sipërmarrja, kupton që jemi në Shqipëri. Ne kemi nisë para 14 vjetësh gati, kur në Shqipëri të vinin me një kafshë gjysmë ngordhur, ta hidhin ka këmbët, bëj gjilpër. Por kemi besu ke tregu, kemi besu ke njerëz do shkojmë aty ku janë ato jashtë. Ceremonia e inaugurimit e mbajtur në ambientet e spitalit u ndërua me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, i cili vlerësoi investimin dhe e cilësoi atë si një shembull frymëzues për sektorin e veterinarisë dhe kujdesit shëndetësor në Shqipëri. Është realisht një destinacion shumë prekës, edhe shumë frymëzues. Është një destinacion humanizmi dhe kujdesi shëndetësor. Të pranishëm ishin gjithashtu klient besnik, dashamirës të kafshëve dhe mbështetës të kauzës së mirëqenies së kafshëve. Është jashtëmase e rëndësishme që spitale si ky të shtohen, të mëshirojnë sa më shumë kafshët, në pamundësi për t'i ndihmuar ato të paktën të kemi mëshirë për kafshët. Është shumë e rëndësishme, natyrisht është shumë e rëndësishme, sidomos për familjet si ne që kemi katër putrosh shoqërues. Të parë njëherë të adoptojmë, të mos blejmë përpara se mund të adoptojmë nga një stres. Së dyti të mos i hedhim, të mos i braktisim, se ka shumë që i braktisin dhe nuk dinë kur i marrin, nuk i dinë përgjegjësitë. Ndërtimi është realizuar nga kompania Eurocol SHPK, një emër i njohur në fushën e ndërtimit në Shqipëri, në drejtimin e administratorit Pandit Sarapuli, i cili ka kontributin kryesor në realizimin me cilësi të lartë të kësaj vepre unike.